Shërif Kallaku sërishmi me trofeun elitare më të mirë. Urime. Faleminderit. I kënaqur për fitoren, lojën, por edhe për trofeun. Po normalisht trofeu është i shtys, është çmim që t'jep motivim, por më shumë i lumtur jam që arritëm të jemi me pikë barabartë tashmë në vendin e parë dhe kemi pasur secili mjaft mirë dhe ç'ishte më e rëndësishme ishte që mos pësonim gol. Javën e kaluar asistoi Kastrati, shënuat ju. Sot u bë rokada. Po normalisht besoj kemi armë formë optimale. Edhe kam theksuar edhe më para, gjithmonë kemi pas probleme, kemi sakrifikuar për ekipin, por kur e shef nga jashtë nuk duket sepse kur je në fushën e lojës askush do t'ja di se je dëmtuar apo jo, vetëm ne kemi vuajtur atë pjesë, kështu që jam shumë i lumtur që s'kemi atë probleme më dhe po vim formë optimale dhe ç'është më e rëndësishme janë 3 pikë dhe janë 3 fitore radhës. E kemi parë akoma 100% në Kallakun apo duhet pritur rendin? Po normalisht besoj në futboll nuk mund të caktosh kur 100%, gjithmonë pritet edhe kur jenë 100%, gjithmonë ti do më thush që prap duhet t'japësh akoma më shumë. Unë e theksoj edhe duhet them që gjithmonë duhet t'jap më të mirën. Pastaj është bazë formës, bazë të ekipit, ndeshjeve edhe futbolli është i paparashikueshëm si në anë individuale, po ashtu edhe në anë të rezultateve. Duke u kthyer tek ndeshja, avantazh minimal deri në fund dhe në kohën shtesë, paksa në tension, ju dhe tifozët. Po normalisht duke marrë parasysh që sot lunim për vend parë, sepse themi drejtën e pamë dhe rezultatin e Ignatiës, para se dilim zemje dhe në pjesë parë mendoj që duhet të shënonim mos them 3 gola, po 2 të paktën. Mendimi im personal, i kishim rastet, i kishim mundësit. Pastaj pjesa 2 Partizanin, them drejtën, nuk është më e i pashmi, jo është i përgjithësit, lyti me lirshëm dhe ne normalisht trysnia 3 pikëve, sepse në fund mund të lush mirë, nuk merr pikë dhe gjithë e kanë mendin 3 pikë, kështu që pra ne jam i lumtur që edhe me një pjesë 2 të vështirë mund të them, ne dham terren Partizanit për t'i kap në kundrasul, por mendoj që çfarë ishte më e rëndësishme ishte që fitum ndeshjen dhe tani jemi lart. Kallaku 2 ndeshje radhës ja Shkodrës, gjithë vështirë për laroj për vetën e parë. Po normalisht unë jam thonë në kampionat shqiptar nuk ka ndeshje të lehta. Janë gjithmonë kundërshtar të vështirë, çdo ekip kërkon pikë pavarësisht lojës, apo ne do shkojmë për të marrë maksimumin, për të, siç i themi, për të bërë zmetin dhe çfarë tjetër shkruar. Konkretisht javën e ardhshme jeni mysafir në Nikodor Vana, një stadium, një fushë, një publik që ju njihni mirë. Keni lutur për fanelën e Teutës. Po, aty them drejtën kam pas vitet e arta, jam formuar si futbollist dhe normalisht për mua është si nostalgji mund ta them dhe gjithmonë i uroj të mirën Teutës, por tani jam pjesë e vllaznisë dhe normalisht shkoj vetëm për objektivin e vllaznisë. Dhe sfundi dedikimi për trofeun. Po normalisht e kam thënë edhe më para, trofeu dhe çdo gjë i shkon familjes time dhe vajzës time mbi gjitha. E cila po bëhet tifozë e vllaznisë. Po, sot nuk e kisha në stadium, por mendoj që do vi ndeshje tjera dhe gjithmonë do jemi më i motivuar kur e shoh atë. Urime Kallaku.